ftuar e radhës është Bora Mitrovica, e cila është një protestuese dhe është një person që i don shumë kafshët. Bora, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Përshëndetje, faleminderit që më trite. Atëherë, çfarë u nxori në protestë që ditën e parë dhe vazhdoni të protestoni? Okej, unë kam 23 vjetë që pres për këtë ditë, nga dita që më sollën në Kanada, deri tani, kur e pash protestën, kur pash videot e Arit në Instagram, se na kanë bllokuar shumë lajme në linjat sociale në Kanada, kur pash kërkova më shumë informacione, u kënaqa shumë. Prita për çunin të bënte 2 vjeç me datën 16, hypa avionit dhe erdha këtu. Sa mirë, ti ke dhe një djalë. Kam dy çuna. Ti kesh me jetë dhe 100 vite sa më shumë djalit. Ti jeton në Kanada? Po, në Calgary, Alberta. Edhe ka ardhur në Shqipëri vetëm për protestën? Po, kam familje këtu, po të them të drejtën nuk i thash asnjëriu që do vija këtu, që të gjithë më panë në protestë duke bërtitur dhe u lëritur. Për gjithë to kauza në fakt që ndodhin në Shqipëri. Po. Më vjen mirë që edhe ju që jetoni jashtë, e keni familjen jashtë, prapë protestoni për Shqipërinë, për shpëtimin e Shqipërisë, dhe është diçka shumë e mirë kjo. Unë doja të di, a ka qenë ndonjëherë ke pasur në moment kur ke menduar të tërhiqesh nga protestat dhe mos shkosh më? Jo, unë kisha biletën që të shkoja, do rria këtu vetëm 2 javë dhe do shkoja mbrapsh. Nuk ndrova biletën, pastaj duhet të ikja dje në ora 3 të mëngjesit, duhet të isha Karinas. Nuk ndrova biletën këtë herë, humba fare. Gjeta një qenë në rrugë, e kam ke Airbnb tani, po i bëj pasaportën qenit. Që ta marrësh me vete? Po. Ka shumë i do kafshët ti? Po, patjetër. Mua nuk më vjen keq shumë për njerëzit, se njerëzit kanë gojën e vetë. Kafshët nuk kanë gojë, ato rrinë aty, nuk kanë mundësi që të flasin. Ne kemi njerëz që din të flasin dhe mbajnë gojën mbyllur, kështu që me qentë dhe me macet merrem. Ma trego pak më shumë të historinë e qenit. Babi im, ai stërviste qenë, unë u rrita me qenë, u rrita me shumë kafsh, jo vetëm me qenë, kisha pula gjitha. Gjithë jetën kam pasur shumë lidhje me kafshët, janë shumë speciale, edhe babi më ka mësuar në qoftë se do një njeri besnik, mos e shiko njeriu, shikoj qenin. Qeni mbahet si kafsha më besnike. Po. Ti e ke dhe babi një figurë të njohur për Shqipërinë. Po. Jam shumë krenare që kam babin Hasan Mitrovica, ai ka bërë shumë gjëra për Shqipërinë, ka punuar gjithandej, ka stërvitur qenë të policisë, ishte krau i djathtë i Sali Berishës dhe iku kur pa korrupsionin. Atë integrity kam unë, e kam marrë nga babi im. Çfarë mendimi ka babai yt sot për ty personalisht që po proteston dhe po sakrifikon, se kjo është një sakrificë? Po, babi është shumë i kënaqur, babi ishte njeriu i vetëm që e dinte që unë të vija këtu. Ai është shumë krenar për mua dhe fjala e babit dhe mendimi i babit është vetëm fjala që unë kam vlerësi tani. Ai do ishte këtu me mua, po nuk ishte mirë, ishte smur. Unë i thash ta merja, po ai nuk donte që të më ngatronte mua, edhe atë respektoj shumë, se ai e di se si jam unë. Si je ti? Unë shkoj në marshim me daullën tim, jo me daullet të tjerëve. I march to the beat of my own drum. Kam parë dhe një video që ke vizituar gjyshin. Po, ai është një figurë shumë e madhe. Është një figurë e njohur gjithashtu dhe gjyshi. Po, patjetër. Ai nuk është gjyshi im biological, po u kam rritur me atë. Ai dhe gjyshi im ishin vlezër. Gjyshi im me gjak ishte Ibrahim Mitrovica.
ai ka vdekur tani, po ai bëri shumë gjëra të mira për Shqipërinë. Punonte si guzhinjer, kishte lokale, punoi për Enver Hoxhën, punoi me Sali Berishën, ushqente gjithë Shqipërinë, blente ushqim, gatonte vetë kur nuk kishte punë dhe ja jepte njerëzve në rrugë. Ato gjëra i kam mbajtur unë me veten time dhe kështu ky tip njeriu dua të jem për jetën time. E di që unë bërtas shumë, po kur bërtas, nuk bërtas që të ngacmoj njerëzit ose të i ofendoj, bërtas se unë dua ta gjaku i shqiptarëve ka humbur një çik, edhe për këtë më vjen keq dhe dua ta nxij një çik gjakun që ato të ngrihen, se i kemi burrat duke parë filxhane ke kafja dhe nuk e di çka ka thënë filxhani, do ta fitojmë. Ti nuk beson te filxhani, ja? Unë besoj ke goja ime. Bravo. Po me Reshat Arbanin, çfarë lidhje keni? Ai është daja i babit tim, unë e thras gjysh nga respekt, ai është e ka jetuar jetën e vet që të përdorte zërin për popullin dhe unë dua që tani të përdor zërin tim për që të gjithë familjen që kam dhe që t'i nderoj në një mënyrë që ato të kenë demokracinë që e kanë kërkuar për gjithë jetën. Dua që pleq këtu, jo vetëm Reshati, po që të gjithë të vdesin me demokraci. Dhe kjo është shumë rrënqethëse dhe mua më pëlqen shumë që ti vjen nga një familje e njohur, një familje artistësh, le ta themi, dhe ke kaq zë, ke kaq shumë dashuri për Shqipërinë dhe do të bësh të pamundurën për shpëtimin jo vetëm të Shqipërisë, por të shumë personave që pavarësisht se janë kundër këtij sistemi nuk flasin. Dhe më vjen shumë inat me personat që nuk flasin. Edhe mua më vjen inat, po e shikoj edhe anën që njerëzit kanë frikë. Dhe prandaj erdha këtu që të bëja zëri për ato që kanë frikë. Politika në Shqipëri nuk është se si ja bëjnë botës. Edi Rama është master i manipulations. Se si ja tregon vendas Shqipërinë, nuk është Shqipëria që jetojnë njerëzit këtu. Politika këtu ndron, po nuk ndron në një mënyrë që po ndron për shtetin, ndron vetëm fytyrat, ndrojnë emrat, ndrojnë posterat, po politika është njësoj, nga Enver Hoxha, nga Sali Berisha, nga Edi Rama, asnjë gjë nuk ka ndruar. Pse jemi neve në vitin 2026 dhe njerëzit po mbledhin akoma ujë me bidona për shtëpit. Këtë e bëja unë kur isha e vogël, mblidhnim ujë me kova. Është keq që të vik tani dhe të shikoj njerëzit që ishin të ri atëre, janë pleq tani, akoma duke mbledhur ujë. Po ne kemi ujë që të shkoj Rama dhe të laj që shkruajnë flamingot në tokë. Pse kemi ujë për ato gjëra, pse kemi ujë për turistat, po nuk kemi ujë për shqiptarët që kanë ndërtuar Shqipërinë. Kjo nuk është vetëm për ujin, kjo është edhe për spitalet. Për dritat, për spitalet, për ushqimin, për të gjitha. Dhe për varfërinë. Po. Cila është kauza më e madhe që ju protestoni? Një të vetë me duam, se dim se ka shumë kauza. Prandaj mora frym ashtu. Për mua, unë dua lirinë në Shqipërisë, unë dua që kjo qeveri të iki, jo vetëm qeveria, jo vetëm ato që janë në zyrë, po edhe policat, se policat po mbrojnë këtë qeveri. Policat duan të thënë që janë me ne, ato nuk janë me ne. Dua që njerëzit shqiptar të kenë këtë tokë, që mos ta shesim, pse po shesim një tokë që ne nuk e kemi shijuar vetë. Mua ma vodhën jetën këtu, si mund të vinë fëmijët amerikanëve dhe të shijojnë këtë tokë kur unë qaj për këto trotuare për ditë në Kanada.
Bora jem të vërtet një vajzë shumë me vlera, shumë e guximshme dhe unë ta dhuroj. Ne nuk njihemi personalisht, unë me çka kam parë në rrjetet sociale dhe doja domosdoshmërisht që do kisha një femër kaq të fortë sa ti, një femër që din të flasi për vështirësitë dhe ka mall për Shqipërinë. Se unë që jetoj në Shqipëri, ta them troç, unë dua të ik nga Shqipëria. Dhe them nuk do më marr malli kurrë për Shqipërinë me këto kauza kaq të mëdha që ndodhin në Shqipëri. Në qofë se prindët e mi më kishin thënë të vërtetën që unë do u largoja nga Shqipëria në një mënyrë që nuk do vija mbrapsh, edhe kur isha e vogël nuk do kisha ikur, do bësh gabimin më të madh. Jeta atje nuk është lule, po kemi ca gjëra që ju nuk keni këtu, po varfëria më e madhe është kur nuk e ke tokën tënde dhe nuk ke familjen tënde afër. Unë çunin e parë që është 14 vjeç, e kam lindur në Calgary, e kam rritur aty, po në qoftë se shkon edhe e pyet ç'a është, ai thot jam shqiptar. Varfëria nuk është vetëm që nuk ke ujë ose nuk ke drita, është kur nuk e ke tokën, edhe nëna ime është Shqipëria. Me që fole për djalin, për dy djemt, unë doja të di, djemtë tu flasin shqip? I vogli është i vogël, nuk besoj që flet, por që i madhi. I vogli, neve nuk shikojmë Miss Rachel në shtëpi, neve shikojmë Miss Ella. Ajo ka ca episoda shumë të bukura, ai po mëson abetaren shqiptare, e lexoj shqip, edhe çuni i madh, ai ka dëshirë të mësoj shumë gjëra, flet një çik shqip, po mëson shqipen më mirë, edhe po mëson Japanese, nuk e dija, po mëson të vetë për një vit. Ai do të bëhet avokat, edhe ai ka ëndra që të vijë mbrapsht në Shqipëri. E them mbrapsht se e kam sjellur çunin këtu përpara, edhe nuk donte të ikte, dhe ai, edhe unë nuk doja të ikte, na bërtiti nëna, tha ik. Edhe kisha qenin atje. E mendon të rikthehesh në Shqipëri? Po, patjetër. Unë kam kërkuar për tokë këtu, dua që të kem një shtëpi këtu, kam punuar shumë fort në Kanada, tani nuk kam mundësi të vi, jo nga vetja ime, po nga që babi ishte smur me zemër, dhe ai ka takime me doktora për javë, ku ta sjellun këtu pa doktora? Këtu është vështirë dhe të shkuara babait. Faleminderit. Në fakt, pyetja që u drejtohet shumë protestuesve, nëse jo kryeministri Edi Rama, kush do ta hudhej Shqipërinë? Populli shqiptar është shumë i fortë dhe unë dua që ato ta mbajnë mend, që kur ne ta hedhim Edi Ramën, dhe do ta hedhim, nuk do ta hedhim vetëm nga zyra, do ta hedhim në plera, si hodhi Shqipërinë, atë do ta hedhim ne, por nuk do ta hedhim në plera shqiptare, do ta çojmë në Izrael, se aty do të jetë ai. Populli duhet të ngrihet. Qa kemi intelektuale gjithë, merrini karriget, se ato karriget janë për ju. Jo për plerat që vinë nga vende që i marrin njerëz, e them plera, e them me zë shumë të fortë, se nuk mund t'i thras njerëz. Ato, në qoftë se ngordhin tani, unë as nuk do qaj, po do kërcej, do marr daulle vetë, dhe do këndojnë dhe do kërcej. Nëse do të shkoj në protest me qenin që ti e ke marrë, e ke gjetë, do t'i bësh pasaportën kanadeze. Po. Me çfarë pankarte do i vendosje qeni do të shkojë në protest? Çfarë do shkruante ajo pankarte? Ati ja kam vënë emrin Tomka. Unë nuk mbaj pankarta në dorë. Qeni është shumë i urtë, po për atë le unë ke protest. Kështu që pasi pankartë, ti zëri qenit.
Po. dhe i të gjithë kafshëve që në Shqipëri nuk i vlerësojmë. Dhe për atë më vjen shumë keq, se mënyra se si i përdor kafshët thot shumë për tipin e njeriu që je. Njerëzit më shajnë mua shumë, po këto njerëzit që më shajnë mua, i kam parë që i gjujnë qenve me shkelmë. Si mund të shash një njeri kur ti bën gjëra më të këqija vetë? Unë nëse unë jetoja këtu tani, shtëpinë do ta kisha mbushur plot me qenë dhe me mac. Dhe kjo do të thotë kur ti ke dashuri kaq të madhe për qenë dhe mac, imagjino sa dashuri ke për njerëzit, dhe kjo tregon shumë për ty se çfarë natyre je. Njerëzit i dua shumë. Jo Edi Ramën, ama. Edi Rama nuk është njeri. Nëse do ta cilësoj Edi Ramën si kafsh, çfarë lloj kafsha do ta quaj? Asnjë kafsh fare. Miu, se nuk i kam qef mint. Brejtës. Edhe misa ai na ikën nga Shqipëria, qa kryeministri vetëm je purdra dhe nuk vjen në Shqipëri. Më qifet gjithandej, kështu tamam mi është. Je bullizuar ndonjëherë nga protesta, nga protestuesit, apo ke pasur gjithmonë mbështetje? Si është marrëdhënia mes protestuesve atje? Ne jemi aty për një kauzë që të gjithë kemi ca mendime të ndryshme, qa them unë, një njeri tjetër nuk i ka qef, po në fund të ditës jemi aty për një gjë bashkë. Për një qëllim. Po, dhe duhet të mendojmë këtë. Në qoftë se nuk më ke qef mua si person, mbaje mend që unë jam vetëm një trup aty që të bëj marshimin dhe kauzën më të madhe. Nuk jam zëri i protestës, jam vetëm një njeri për veten time. Po shok ke njohur gjatë protestës? Po, shumë. Kam gjithë shokët i kam këtu tani, se kanadezët nuk din shoqëri. Një ndër to kemi dhe Arin. Po, Ari ishte një nga njerëzit e parë që takova këtu, çunat përpara që janë ke Flamuri, Shkëlzen Pushi është njeri i mrekullueshëm, kam shumë respekt për atë. Ai më ka mbrojtur shumë herë, se janë njerëzit që të ngacmojnë. Ai e di që unë jam e fortë dhe mbaj veten time, po si burr shqiptar ka ardhur dhe ka folur për mua dhe këtë e vlerësoj shumë. Është për të vlerësuar. Tani Bora, për mbyllje të kësaj bisede kaq të bukur dhe kaq motivuese për të gjithë persona që edhe nuk kishin motivim më për të protestuar, menduan që nuk ja arrin dot qëllimin. Kjo ishte një bisedë shumë motivuese dhe shumë e vlefshme për publikun, aq më tepër për protestuesit, edhe për persona që akoma nuk kanë dalë në protestë ose dalin shumë rrallë në protestë. Dhe më shumë për vajzat shqiptare, se vajzat këtu gratë nuk kanë shumë zë, prandaj erdha këtu që të bërtas, ta hedh zërin tim në tokë dhe t'ja jap gocave këtu. Goca, gra, mbaje mend, burrat janë koka, po gruaja është qafa, pa qaf nuk lëviz koka. Bravo. Ky ishte mesazhi më i bukur që kam pas ndonjëherë në studio. Faleminderit. Je shumë e mirë. Turoj shumë suksese, fëmijët i patshëm jetë, dhe shpresoj që një ditë të kthehesh në Shqipëri pa këto kauzat. Dhe shpresoj shumë që të gjithë protestuesit bashkë me mua, unë mbase nuk e mbështes protestën fizikisht sepse nuk kam kohë, por jam gjithmonë me protestuesit dhe uroj shumë që një ditë të ikin këto kauzat dhe të arrijmë qëllimin ton të gjithë shqiptarët kudo që janë. Doja të thoja dhe kjo është support për kauzën që po bën ti këtu. Unë nuk do shkoja nuk do bëja interview asnjë gjë, se nuk kam ardhur këtu për famë, kam ardhur vetëm për Shqipërinë. Kur Ari më tha që të vija këtu, në fillim thash jo. Pastaj e mendova dhe pse mos ta përdor edhe zërin e qetë, jo vetëm të ulëra. Të bëj të dyja, po të lutem, unë nuk jam vetëm një zë për kauzën, ka shumë njerëz aty, prandaj hajde ke sheshi, flit me njerëzit, të rinj, pleq, të dëgjoj gjëra, të dëgjoj si e kishën jetën nga koha e Enver Hoxhës deri tani dhe merr mendjen tënde për këtë gjë. Tani unë për në fund, mesazhet i morën për të gjithë protestuesit, do doja një mesazh për të gjithë politikanët e Shqipërisë. Çfarë do t'u thoja?
Bëu i fort, bëu i parë që ngriu nga karrigja, ik, se është më mirë të ikësh me krenari dhe të ikësh vetë, se sa të marrin njerëzit zvarr. Dhe njerëzit do të marrin zvarr. Do ndodhi. Kur nuk e di, po ta premtoj që do ndodhi. Bora, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.